Përmes regjistrimit të markave tregtare, mbrojmë jo vetëm identitetin e artistëve tanë, por edhe pasurinë kulturore të kombit tonë. Ky është një akt i vetëdijshëm politik dhe institucional për të garantuar që puna dhe kontributi i artistëve të mos cënohet dhe të vlerësohet nga shoqëria dhe nga tregu. E në epokën e teknologjisë dhe globalizimit, kur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë rreth 90% të ekonomisë globale, rëndësia e pronësisë intelektuale është më e madhe se kurrë. Qeveria jonë e ka kuptuar këtë realitet dhe e ka shndruar atë në politikë publike konkrete. Tashme, kur e dim se pasuria fizike, e cila ka qenë përcaktuese për vlerën e një biznesi, është zëvendësuar me pasurinë intelektuale në shekullin e teknologjisë, janë zgjidhur 741 raste të shkeljeve të markave tregtare që ishin në pritje prej vitesh, pra për një dekadë e më shumë. Duke bërë kështu të qartë se vonesat dhe padrejtësitë nuk janë më pjesë e sistemit tonë qeverisës. Dogana Kosovës që nga fillimi ka marrë përgjegjësinë dhe rolin e saj me qëllim të mbrojtjes së drejtave të pronësisë intelektuale dhe ka kryer të gjitha detyrat e saj. Këtu po e veçoj që vetëm gjatë vitit 2024 ne kemi shqyrtuar 148 kërkesa për veprim doganor në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale, 601 kërkesa që kanë pasur të bëjnë me marka tregtare, si dhe 40 kërkesa për të drejta autorit. Si rezultat i këtij angazhimi dhe falë bashkërendimit të ngushtë me gjithë akterit tjerë relevant, përfshirë institucionet e Kosovës të zbatimit të ligjit, komunitetin e biznesit dhe organizatën ndërkombëtare, gjatë vitit 2024, Dogana Kosovës ka iniciuar 805 raste për verifikim të marrave me dyshim për shkelje të pronësisë intelektuale, duke arritur të konfiskojë mbi 272.000 artikuj, të cilët pas verifikimit janë konstatuar si mallra të falsifikuara, me një vlerë të përgjithshme prej 12,5 milion euro.